Përmes këtij procesi vlerësohet përputhshmëria e produkteve dhe proceseve shërbimeve me standarde ndërkombëtare. Është detyrë jona që me memorien më të thellë kolektive ta kujtojmë për liri e paqe. Akreditimi si një proces me rëndësi të lartë për ekonominë vërteton cilësinë dhe besueshmërinë e institucioneve dhe bizneseve, pasi që përmes këtij procesi vlerësohet përputhshmëria e produkteve dhe proceseve shërbimeve me standarde ndërkombëtare dhe vendore, duke garantuar kështu që ato të ofrojnë një nivel të lartë të cilësisë. Është detyrë jona që me memorien më të thellë kolektive ta kujtojmë për liri e paqe, për qytetarët e aleatët tonë, për Republikën e Kosovës, ditën tonë të shërimit e të paqes. Në këtë përbërje, Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit kryesues, Ministri i Mbrojtjes antar, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës antare, Ministri i Drejtësisë antare, Ministri i Punëve të Brendshme antar, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal antar dhe përfaqësues nga zyra e kryeministrit antar. Ftohen që të dërgojnë nga një përfaqësues në Këshill, zyra e presidentes, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, komandanti i Forcës së Sigurisë, kryetarët e organizatave të dalë nga lufta e USHK-s, kryetari i Asociacionit Komunave të Kosovës, familja Jashari,